Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku po takohemi edhe sot në programin e pasdites në Radio Televizionin e Kosovës. Edhe sot jemi bashkë në fshatin Kukaj, ku nga hëna ka filluar festivali i artit, traditës dhe kulturës Etnofest. Sigurisht nga dita e parë është prezantuar një program mjaft i veçantë artistik e kulturor, duke filluar nga ekspozita të ndryshme, punëtori, debate, shfaqje teatrale, grupe të ndryshme me ansamble të cilat kanë performuar dhe kanë bërë edhe ambientin më të magjishëm për të gjithë ata pjesëmarrës, mirë po edhe për ditën e sotme, që është dita e 7 e këtij festivali, kemi një program mjaft të pasur. Dhe për dallim ndoshta nga ditët e tjera kur programi ka filluar në orët e pasditës, sot ka filluar në orën 10 me Etno Expo, këndi kurajos, ekspozit shitse e grave artizane. Në orën 11, veku dhe praktika tradicionale. Po ashtu, ka pasur promovime librash Mos i trego harrimit nga Naime Beqiraj dhe Plagët e lavdis, legjenda epike e Gjergj Elez Aliz Blerim Gjoci. Aetos Naim Telaku, festivalit e Kosovës, Fitim Humulli, ilustruar nga Xavier Leroux. Koncert artistik në orën 19 nga grupi Tavera Izrael, në orën 20 programi i filmi dokumentar Okarina Eronikut, Genz Berisha, film dokumentar Nuk kam titull për artistët e vrarë, Dalmat Dobra dhe shfaqja teatrore nga ora 20:30, Qark i pambyllur bugjesh, shfaqje nga organizata jo qeveritare Molla e Kuqe, regjia Yll Berisha, dhe Etnoneja, sikurse edhe çdo ditë tjetër nga ora 21:30 me DJ Luk. E tham pra që sot programi ka filluar nga ora 10 dhe për të vazhduar edhe gjatë ditës dhe do t'jetë deri në 21:30, mirë po fillimisht për të treguar një pjesë të programit, për të treguar për punëtorinë, veku dhe praktika tradicionale, kam kënaqësinë që pranë vetes kam Berat Bajrami nga Artpolis. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Berat, nuk është hera e parë që ju jeni pjesë e Etnofest. Keni marrë pjesë ndoshta në dimensione më ndryshe krahasuar me atë me çfarë jeni prezantuar edhe gjatë ditës së sotme. Më trego pak më në detaje se çfarë përfshinte kjo punëtori sot. Po, sigurisht Artpolisi ka ndërtuar një bashkëpunim afatgjatë me Etnofestin. Edhe në vitet e kalume kemi pas kryesisht prezantime të performancave edhe shfaqjeve teatrore, po për dallim prej edicioneve të kalume, si vjet Artpolisi ju ka ofruar më tepër Etnofestit në atë që çka promovon, që është trashëgimia kulturore. Si vjet jena me 3 aktivitete, domethënë 2 punëtori, me fokus në vek, e cila u mbajt sot, dhe nesër është punëtoria mbi goblenin. Kurse gjithashtu janë edhe punë dore të punuar nga gra artizanale nga Drenasi. Me çast publiku në Etnofest e kanë mundësinë me ble varse dhe punë dore të tyre. Po sot gjatë kësaj punëtorie, po më intereson sepse ju vazhdimisht edhe në aktivitete të ndryshme si Artpolis i keni për rinin, për gjeneratat e reja, dhe tashmë e keni përfshirë dimensionin e traditës, që është pikërisht veku. Sa i keni pasur ndoshta edhe interesimin, sa i keni parë interesimin e të rinjeve gjatë ditës së sotme që t'ju bashkuan kësaj punëtorie dhe në qoftë se ju ka interesuar të mësojnë diçka ose për mënyrën se si funksionon veku? Personalisht kam mbet jashtëzakonisht i befasuar për të mirë, për shkak se kryesisht vajza kanë qenë pjesëmarrëse në këtë punëtori, edhe angazhimi i tyre gjatë punëtorisë edhe dëshira për me mësu edhe me punu vetë në vek ka qenë e jashtëzakonshme, po përveç shpjegimeve që i kanë bo artizanët, vajzat e reja kanë pas rastin me punu vetë, edhe gjithashtu kanë pas biseda të jashtëzakonshme rreth kulturës edhe traditës, edhe formave të mënyrës së jetesës në të kalume. Domethënë, ka qenë një dimension tjetër përveç punës artit të punumit në vek. Ka qenë pjesë shumë e rëndësishme pjesa e diskutimeve edhe me mësu për qatë mënyrën e jetesës në vitet e kalume. Gjo për të rritë
sot nga njëherë duket e pa imagjinueshme ajo pjesë. Nga ajo çfarë edhe promovon në mënyrë të vazhdueshme të artit bashkëkohor edhe tani në një art edhe tradicional, duke përfshirë do thotë edhe traditën. Në fillim kur e keni vendosur që të bëni pjesë Etnofest, pse pikërisht e keni zgjedhur ndoshta një formë të tillë të punëtorisë që të prezentoni në këtë edicion? Konsiderojmë se është jashtëzakonisht e rëndësishme mos me u harru format e krijimit artistik tradicional, edhe ajo çka kemi synu edhe synojmë përmes të në dy punëtorive është realisht ndërlidhja e brezave, domethënë të rinjt me pas mundësi me mësu prej brezave më të vjetër, edhe gjithashtu e me përfitu edhe gratë artizanale për shkak se të rinjt gjatë punëtorisë kanë kriju edhe video edhe foto, edhe ky bashkëdyzim i teknologjisë me këto tradicionalen, po mendoj që e sjell shumë më afër audiencën në nivel madhxon përmes rrjeteve sociale të Art Polisit, të Etnofestit, edhe organizatës QPDG nga Drenasi, me cilën ne kemi bashkëpunuar në këto 3 aktivitete. E tha që një mundësi e mirë edhe për gratë të cilat kanë punime artizanale për të shitur, nga sot e keni sigurisht që do të vazhdoj edhe nesër kjo, sa keni parë interesimin e blerjes ndoshta të atyre vizitorëve që kanë ardhur, dhe të kjo pjesa e punëtorisë ka pasur dikush ndoshta që për herë të parë ka parë vekun ose se ka pas edhe idenë se çka është? Po, realisht shumica atyre për mos të gjithë, për ta ka qenë hera parë që shohin punën në vek, edhe ka qenë kurioz më tepër, janë nxit për kuriozitetin me pasë si punohet ajo, edhe e befasishme ka qenë që e kanë mësuar mjaft shpejt formën, edhe pse nuk është punu në vekun tradicional të madh, po është një lloj veku që është më i vogël edhe është vek dorë thirrët. Prandaj e kanë provuar dhe e kanë mësuar mjaft shpejt edhe kanë krijuar edhe ato me vek vet. Gjithashtu përveç vekut kanë mësuar edhe punën me gjilpon, edhe ka qenë shumë e mirë. Për sa i përket pjesës së shitjes së punimeve dorës artizanëve, fatkeqësisht në pjesën e parë në Etnofest nuk ka shumë publik, zakonisht ata vinë në pjesën e dytë të ditës, edhe po shpresoj që ka me pas sa më shumë shitje, edhe veçanërisht i ftoj edhe për nesër që të gjithë ata që janë të interesuar me ble punime të tilla, i ftoj me ardhur edhe me ble për shkak se janë me të vërtetë shumë bukura. Ju e thatë edhe me herë do thotë që keni marrë pjesë edhe në Etnofest, ndoshta me tema të ndryshme, gjithmonë duke u përshtatur sigurisht edhe me temën boshtë të vetë festivalit. Më tregoj pak edhe për atë përvojën më herët që i keni pasi Art Polis, me çfarë jeni prezantuar dhe sapo mundoni ndoshta nëpër edicionit ju përshtateni edhe temës kryesore. Është e vështirë edhe t'ju përshtatesh asaj teme? Jo, nuk është shumë e vështirë për shkak se vetë fakti që Art Polisi punon me shumë grupe të marginalizuar, me shumë komunitete, edhe veçanërisht me gra, edhe të ri, domethënë e gjen veten brenda Etnofestit për shkak se Etnofesti përveç që është tradicional, e bart brenda vetes edhe një pjesë të performancave të artit bashkëkohor. Do thotë e ruan kulturën dhe traditën edhe e promovon ato në një dimension tjetër. Nuk është vetëm pjesa e tradicionale, por gjithsesi boshti është tradita jonë, por se kur vjen edhe në një formë bashkëkohore, qoftë përmes ekspozitave ose formave tjera digjitale, atëherë vjen shumë afër publikut. Nga ajo që e keni parë ndoshta edhe vetë mesazhet e publikut, sa të atyre qytetarëve, vizitorëve që kanë ardhur tek kjo punëtori, cilat kanë qenë ato mesazhe ndoshta, ose a keni arritur ju të përcjellni edhe mesazhin kryesor që e keni pasur si Art Polis pikërisht tek publiku? Ka qenë shumë e mirë pjesa pikërisht që përveç pjesëmarrësve që kanë aplikuar për me marrë pjesë në punëtori, ka pas edhe... Ka shku me aplikim? Po, ka shku me aplikim. Nuk ka qenë kushdo që mund të vi këtu dhe në Kukaj? Jo, po gjithsesi nuk i kemi përjashtuar njerëz të tjerë dhe ka pas persona të tjerë që kanë ardhur vizitor, edhe që janë ulë dhe janë bërë pjesë e punëtorisë. Edhe kjo ka qenë pjesa tjetër e bukur për shkak se
kjo punëtori domethënë edhe i ka bashku njerëzit edhe kanë qëndruar dhe kanë diskutuar së bashku. Mund të ruhet një tradite jona, të bëhet edhe një bashkim i artit bashkohor me tradicionalen pa humbë gjithmonë originaliteti, sigurisht sepse kjo është e rëndësishme të ruhet edhe vetë edhe temat kryesore që trajtohen vazhdimisht nga vitin e vetë edhe këto në Etnofest. Po, cilat janë planet e Artpolis, ndoshta pas kësaj punëtorie, a do të vazhdoni, do të lidhem prap tek kjo punëtori, a do të vazhdoni me një lloj të tillë, ta prezantoni edhe dikun tjetër, ndoshta jo vetëm tek festivali sepse një ditë ose dy nuk është e mjaftueshme. Ajo puna juaj, angazhimi juaj, idetë e vetë grupit të Artpolis që një formë e tillë të praktikohet ose të ofrohet publikut edhe jashtë festivaleve. Patjetër që po, fatmirësisht jemi shumë pranë hapjes së stacionit kulturor të Prishtinës, që është qendra e re dhe shtëpia e re e Artpolisit, edhe patjetër aty ka me pas vend edhe për pjesë për gratë artizanale veçanërisht, të cilat munden me ardhe dhe me prezantu artin tradicional të tyre. Gjithsesi misioni i Artpolisit mbetet fuqizimi i grave dhe trive. Prandaj stacioni kulturor i Prishtinës vjen si një hapësirë pikërisht edhe për këto dy komunitete që kanë me gjetë vend me shpreh krejt potencialin e tyre për shoqënorë që e kanë. Berato, një përgëzoj për punën dhe uroj që gjithçka t'ju shkojë mbar nga punëtoria që e keni këtu në fshatin Kukaj, po ashtu edhe në plane tjera, projekte tjera të cilët e thatë edhe ju ndoshta fokusin kryesor se ku e keni. Shumë suksese dhe uroj sigurisht të shihemi edhe në projekte tjera, në ndonjë intervistë tjetër ose ndonjë material që do e përgatisim sigurisht edhe nga terreni. Faleminderit shumë për ftesën. Shumë faleminderit. Pra, ishim bashkë kështu me Berat Bajramin nga Artpolis, me cilin diskutuam më shumë për punëtorinë që ka nisur sot nga ora 11 këtu në Etnofest, një punëtori që ka të bëjë me vekun dhe praktikat tradicionale. Sigurisht, ndoshta ka shumë edhe të tillë që nuk e kam pasur edhe idenë se si duket edhe veku, se si kanë punuar qoftë nënat apo dhe gjyshet tona në një periudhë më ndryshe, me një teknik krejt më ndryshe, ato vështirësitë ndoshta edhe që i kanë pasur, mirë po kjo traditë të ruhet edhe në ditët e sotme, dhe pse jo këto gjenerata të reja sigurisht të mësojnë më shumë rreth asaj se çfarë kanë kaluar. Pjesë e programit të ditës së sotme, e tham edhe më herët në fillim të këtij emisioni, është edhe koncerti artistik nga grupi Tavera nga Izraeli. Dhe unë kam kënaqësinë që këtu pranë vetes kam Aleksandra Marku dhe Joni Bender. Mirë se erdhët. Alexandra. Welcome. My name is Naomi. Leome, okay, sorry. Mund të kemi kështu nga tresa për shkak ndrimit edhe të mysafirëve në momentin e fundit. Më tregu se në fillim, nga dëgjuat për Etnofest. So thank you so much that you are here. We appreciate that you are part of Etnofest. But the first question is, how do you heard about Etnofest? Who's going to? Me. Okay. You have Yes. So we are performing in Israel, in other countries, and then from the internet I found this the festival, and I contact them. Thotë që si grup performojnë në vendet të ndryshme, qoftë në Izrael gjithsesi, por pastaj në vendet të ndryshme dhe gjithmonë janë të interesuar që muzikën e tyre ta dërgojnë në çdo cep të botës. Zonja thotë që vetë domethënë thjesht e kanë gjetur në internet dhe kanë kontaktuar Etnofestin për të parë mundësinë e bashkëpunimit, për të parë mundësinë e performimit të tyre dhe ja tani janë në mesin tonë. Dhe sa e kanë parë ndoshta që muzikën e tyre pikërisht në një format të tillë të këtij festivali mund ta prezantojnë tek publiku këtu në Kosovë. And for example, for your music, the way how you make music here, how is it related with Etnofest? So, basically, we are playing.
we create new music that we want to hear being played in the world, but we have a big love generally for many styles of music from all over, but one big love is to what people would call ethnic music or traditional music from our region. And I mean the Middle East, the Balkans, Asia, Minor Asia, all our area. And we take a lot of inspiration, and also we play instruments from different places of the region, and we create something new that we find beauty in. Faleminderit. Thotë që përgjithsisht muzikën që bëjnë si grup është muzikë e re, që krijohet nga vetë ata. Por njëkohësisht për burim, për frymëzim e kanë muzikën tradicionale, etnosin e popujve, duke filluar nga aty në lindjen e mesme, pastaj edhe në vende të tjera, e përmendi Azinë, Evropën, e pikërisht ajo çfarë i ka ndërlidhur me Etnofest është pikërisht baza, rrënja, etno. Diçka që është tradicionale dhe diçka që këta e vlerësojnë në kuptimin e asaj që dëshirojnë edhe të japin nga kultura atyre, nga muzika që bëjnë, por njëkohësisht edhe të inspirohen. E ne besojmë shumë që pikërisht Etnofest edhe ajo çfarë prezantohet këtu ose kultura jonë e përgjithshme shqiptare është inspirim për ta, dhe mbasi ndonjë single do dal i ardhshëm nga grupi pikërisht duke pasur për bazë atë se çka realisht këta do të shohin këtu. Kur jemi tek pjesa e muzikës sonte, çka do të sjellin për publikun? Çka do të shoh publiku ndoshta nga ajo se çfarë do të performojnë së bashku me grupin? E kanë zgjedhur sigurisht një repertor se çka duhet të prezantohet. So the question is that what is you're going to show to us, to the public here about your repertoire, about the songs, of melodies and everything. Sepse veç edhe diçka, përveç asaj që publiku këtu në Kukaj do ketë mundësinë ta dëgjojnë, është edhe një publik i gjerë që nëpërmjet ekranit të radio televizionit të Kosovës drejt për drejt do e përcjellin këtë koncert. So what is something very special for you is that the concert that you are going to give for the people here is going also to be live, direct in the TV, in RTK, that is Radio Television of Kosovo. So you are going to communicate with whole Kosovo. So this is very important, I think, for ndaj you. kjo na intereson sonte çka do të presim ndoshta publiku. For this, for example, the question is, what are you going to accept about your performance? What you're going to show to them? Okay. In the concert, we try to give the audience experience of how to say. That you feel the fire from the inside, from the music, with the music. Each piece is influenced from something else, from a different place in the world, different tradition, and we try to take the audience to a journey, and each person can take it inside. It's all instrumental, without any words, so it's really something from inside. Specifika e grupit është që këta do thotë nuk e ndojnë në fakt, por thjesht krijojnë tinguj. Dhe tingujt, përmes tingujve përpiqen që të shkojnë në shpirtrat e njerëzve. Dhe pastaj janë ata vetë publiku, secili nga perspektiva e tij se si e ndjen, se si e percepton, se ku e dërgon, çfarë ndjesie i dhuron. Ndërsa ajo çfarë këta përpiqen në koncertet e tyre si grup të ofrojnë për publikun është pikërisht ajo përmbledhja, ajo larëshia e të gjitha kulturave botërore, që në fakt për ta njësuar, domethënë si civilizim botëror, por njëkohësisht edhe për të bartur eksperiencat e kombeve të ndryshme, e grupeve të ndryshme, edhe në përgjithësi të ndjesive të ndryshme. Pra kjo do të jetë ajo çfarë do të shfaqet. Është diçka që faktikisht ka abstraksionin e vet në kuptimin se si do thot publiku e pret çdo njeri nga ata, jo si publik, por pastaj edhe çdo njeri, çdo individ, qoftë nga televizioni, qoftë nga prania fizike në Etnofest këtu. Ajo çka shohim ose çfarë mund të kuptojmë është që përjetimi krijohet nga vetë publiku. Pra këta nuk përpiqen ta imponojnë, ta themi ashtu, por të merret në varësisht se si ata e kanë ndjesinë e tyre.
Kjo I bie që duhet jemi pak duhet ketë qetësi më shumë për ta Patjetër, edhe me ndje edhe tamam ata tingujt që I ofrojnë. Përderisa e përmendet do thotë që nuk është diçka që këndohet, mirë po ofrohet nëpërmjet tingujve. Më intereson se cilat janë ato instrumentet që I përdoren gjatë ofrimit të këtyre tingujve dhe sa antar janë, nëse ka po besoj komplet grupi. Next question is about the group. How many persons you are inside the group, and what kind of instruments you are playing? We are 5. We play, we have daol. We tupan. It's not working, eh? We should use this. All right. Yeah. I play percussion. We have 2 percussionists. I am playing a Persian instrument from Iran. It's called tombak, and another traditional instrument from this area, Balkans, that you play. It's called tupan. The other percussionist is playing different frame drums. Usually, is coming from the Middle East, and maybe you continue to talk about the melodical instrument. Okay. Just let me to translate Okay. this part. Ajo çfarë na treguan është që instrumentet vinë kryesisht nga lindja e mesme, nga kulturat e cilat janë të lindjes së mesme, ku faktikisht edhe civilizimi njerëzor ka filluar aty. Konkretisht luajnë djali këto është ai I cili luan me një instrument I cili I përket përsisë së lashtë, konkretisht Iranit të sotshëm, ndërsa njëkohësisht kanë edhe diçka që lidhet me Ballkanin, që është e përbashkët për të gjithë ne këtu, që është tupani. Ne kemi sjellur tupanin domethënë këtu, që thjesht pastaj këta në mënyrën se si japin tinguj është pastaj mënyra se si koordinohen orkestra tyre, nëse mund ta themi ashtu, por kanë sjellur edhe diçka që është nga kjo pjesë e Ballkanit, por kryesisht do thotë janë instrumentet e cilat lidhen kryekëput me civilizimet e lindjes së mesme. Nëse për melodin do vazhdoj Naomi. Okay, in the strings department we have cello, Azeri tar, it's tar from Azerbaijan, and I play lira from Crete, Greece. And also, what I think is special about our group is that we don't have someone that is a soloist and everyone accompanying him. We are, it's like we are a person or a creature that has the hands, it's like the drums, the head is the melodies, like the tar and the lira, they go together from the upper side, and the cello is the ground, and we are working together as something complete, together. Thotë që përgjithsisht melodia që luhet në grup është një melodi e cila domethënë kalon nga një këmbë në këmbin tjetër, kështu më thënë, nga një civilizim në civilizimin tjetër. Njëri nga ato faktikisht, Aleksandra, I think, ajo luan violoncello. Yes. Ndërsa Naomi luan do thot një instrument I cili vjen nga Azerbajxhani. The name of the instrument? Azeritar. Azerita. Do të dhe azeritar. Yes. Ashtu quhet, domethënë do ta kemi rastin ta shohim këtu direkt. Ajo çfarë thotë që e bën specifike gjithë grupin është që nuk ka një person I cili do të tregon diçka individuale në kuptimin që veçohet. Por ne luajmë domethënë sikur një person I cili njëkohësisht luan me disa instrumente. Kjo mbase është veçantia e grupit, ajo që specifikon dhe mbase e bën shumë unik për gjithë botën. Njëkohësisht një grup që vjen totalisht nga Izraeli, por që luan, si më thënë, instrumentet ose etnoset e të gjithë botës. Sot kanë arritur po besoj këtu në Kosovë dhe në Kukaj, pak për përshtypjet në momentin që kanë arritur në kompleksin Kukaj, se si ju duket dhe ndoshta ai kanë pas ato pritshmëritë se edhe ku po shkojnë. So I think you are for first time here in Kosovo. Okay. You come last night, huh? Yes. So if you can tell us much more about Kosovo, because I have to say, Etnofest and also in general, what did you see? First of all, the most important thing is that so far we met very nice people.
everyone we've met here is so kind, and really people that are really, it feels like they want to connect. They are opening their, let's say, the door, opening their doors, or their hearts doors. Let me translate this part. It's very interesting, in fact, because I thought që ajo çka i pëlqen shumë këtu dhe që në momentin e parë që e ka parë, që ka ndjerë më shumë se sa parë, është gatishmëria e njerëzve për t'i mbështetur, për t'i ndihmuar. Do të thjesht afria atyre për t'i bërë pjesë si më thënë, të rrethit të tyre, për t'i mos i bërë të ndjehen, domethënë, si me pak të pranuar. Kështu që ideja është që kjo do të më pëlqyer shumë, që njerëzit janë jashtëzakonisht të hapur dhe jashtëzakonisht të gatshëm për të mbështetur, për të ndihmuar, që kjo na ka bërë të ndihemi jashtëzakonisht mirë. And the second thing, we're just here not even for 24 hours yet, and besides the people, we woke up this morning to a very beautiful place, and I think I can say about all the members of the group that we really love nature, and for us personally it's very inspiring and beautiful to see this. Like some of us are really working also with nature and plants in the group. I woke up this morning and I just went for a walk just outside the house to see all the plants that you have here, and it's part of the landscape of the people is part of the people, and it's so nice to see this. Thank you. Gjëja e dytë që ka impresionuar aq shumë është natyra. Ne nuk kemi 24 orë që kemi ardhur në Kosovë, kanë ardhur përmes Tiranës. Edhe ajo që në mëngjes çfarë kam parë ka qenë pikërisht momentin që kam hap derën, më ka interesuar domethënë dalja në oborr, edhe për të parë të ambientin, sepse kanë ardhur mbrëm shumë vonë. Dhe rrjedhimisht që kam parë një pamje të jashtëzakonshme, do të thotë një natyrë jashtëzakonisht të këndshme, me shumë pemë, me shumë domethënë fruta në këtë rast. Edhe kjo thotë më bën me mendu që mbase natyra është, ose njerëzit i bie tash në këtë rast, të jenë në akordancë, në koordinim me natyrën. Dhe kjo mbase në tërësi e bën unike gjithë vendin tonë. Edhe në qoftë se kanë pas koncerte, sepse e tha që ndoshta marrin pjesë në shtete të ndryshme në përbotë me performanse me grupin e tyre, kanë performuar në një skenë të tillë sikurse që është Etnofest, janë shumë më afër publikut, ndjesia do të jetë sigurisht edhe më ndryshe, është ambient i hapur në natyrë. E kanë pas një përvojë të tillë ndoshta diku tjetër, apo është edhe hera e parë? So the question is, for example, because Etnofest here in the place that you are going to perform is so close with the people, with the public. So you had so many concerts in Israel, also in other part of the world. How do you see? Is this something that you had this kind of experience? You had it before, or is it for first time that you are going to perform in this kind of scene? Okay. No problem. I think we've been in places that are also in villages with tradition, but I think no place in the world like here. So no, it's the first time that we have something like this, and it's very, very special. We are very happy to be here. Thotë që ne kemi performuar në vende të ndryshme, por specifikisht në fshatra të ndryshëm, që pak a shumë edhe mund të gjasojnë me ambientin, por nuk është kaq specifik se është këtu. Nuk është kaq shumë, domethënë thjesht e ndërtuar tamam si skenë e madhe, që realisht ta jep mundësinë e një përjetimi më të veçantë në mënyrën kur performon, në mënyrën kur je duke domethënë interpretuar. Kjo po mbas është pak më veçantë dhe për këtë arsye na pëlqen. Sigurisht është hera e parë, mirë, po do të jenë edhe viteve të ardhshme. Po më duket që ka edhe diçka për të. Do you want to add something? Yes, we heard the story of this place about this couple that built all of this and started doing this festival 15 or 16 years ago. 15. So this is
one special thing. And then walking around, just today I was walking noontime and I saw the different exhibitions and looking at the photos from recent history of the people of this area. And without saying much about this, for us it's very, it's a big thing to look into this and to see complexity of history and of also past, future, and present, and the present, because we meet people now, and life and societies is like something in a constant move, and to see history, looking at it in the photos and looking at the faces of good people now is something special. And we can go to another country, it has or another village somewhere else, they have their story, but every place I think is, or most places are very special. Është diçka edhe filozofike, po njëkohësisht që tregon edhe thellësinë do thotë të kuptuarit të asaj që çfarë ka parë këtu. Po të çfarë shoh këtu që nga mëngjesi kur jam zgjuar dhe kam bërë një shëtitje dhe kam pyetur domethënë për nismen se si ka ardhur deri te Etnofesti, si kanë kaluar këto 16 vite, më ka impresionuar, më ka habitur, më ka çuditur qysh një vend mbase në Rënoja është kthyer një vend takim për gjithë botën toja, se për artistët e gjithë botës. Po njëkohësisht më ka bërë përshtypje shumë domethënë forma se si prezantohen gjërat këtu, duke me ato gjërat e vjetra në kuptimin që përpiqen me rujt diçka nga tradita jonë edhe me ekspozuat njëkohësisht, po pastaj edhe me performu, siç e kemi pas rastin sot, por në anën tjetër thotë nga kaluara jonë, popullit tonë, nga një kohë jo shumë e largët, për shembull për arsye se këtë vit është tema e kujtesës, thotë kam parë disa prej ekspozitave aty që realisht reflektojnë të kaluarën e juaj. Dhe tani shoh ato fytyra nga atëherë dhe I krahasoj me fytyrat e tanishme, domethënë me njerëz të tanishëm, dhe shoh dallimin e madh, domethënë në kuptimin e zhvillimit, në kuptimin e prosperimit që keni bërë, por në anën tjetër bën të mendoj si do jetë ardhmja atyre, ku do të shkojnë këta, ku do të jetë domethënë infinit, ku do të jetë faktikisht infiniti I tyre, pambarimi domethënë I zhvillimit. Kjo thotë e bën gjithë këtë vend shumë unik. Edhe njëkohësisht e bën jashtëzakonisht kolorit në kuptimin thjesht diversifikues në aspektin kulturor që I ngërthen përveç bazës së kulturës shqiptare edhe kultura të tjera. Vetëm me I falenderu për fund sepse ka që kemi edhe atë kohën e minutazhës në kuadër të emisionit, unë uroj që të keni shumë suksese edhe sonte në koncert dhe sigurisht të jeni në Kosovë dhe në koncerte tjera. Thank you so much for being here because we had only those minutes together, even they passed so fast. Thank you so much that you are here and hope that you are going to come again here in Kosovo to have another concert in other cities because Kosovo is small but have so much places that maybe they are going to impress you also. So thank you so much and hope to meet again. Thank you very much. We want to really thank the Etnofest people that invite us and the Israel Embassy that helps to make everything happen. And I hope everyone will enjoy. Thank you very much. Faleminderit. You want to add something? No? You said it. Thank you very much. Shumë faleminderit për ftesën që na kanë bërë, për mundësinë që na kanë dhënë pas interesimit të shprehur për të qenë pjesë e Etnofestit. Njëkohësisht e falenderojnë ambasadën e Izraelit për lehtësirat që ata ju kanë ofruar në kuptimin që ata të jenë sot mesin tonë. Faleminderit edhe nga ju që për shikuesit japet edhe një mundësi të përkthimit të asaj se në mesin e grupit këta dy artist treguan më shumë edhe për performancën e tyre dhe përvojën e tyre këtu në Kosovë, sigurisht edhe atë se çfarë do të shohim sonte edhe në koncert. Faleminderit Valdon edhe nga ju shumë. Faleminderit për të thënë edhe juve. Faleminderit.
Pra, kështu mësuat më shumë edhe për koncertin e sonëm nga grupi Tavera nga Izraeli, një koncert interesant nga një grup i veçantë i cili ka performuar në koncerte të ndryshme në përbotë dhe tashmë në këtë edicion të 16 të festivalit Etnofest. Po besoj që deri në orët të vona të natës ka çfarë të shihet, ju të cilët ndoshta jeni qoftë edhe më afër, pse jo? Mund të vini dhe të bashkangjiteni edhe programet për ditën e sotme, sepse nesër është dita e fundit e Etnofest, është dita përmbyllëse. Unë me kaq po ju lë në shoqëri të programeve të tjera të Radio Televizionit të Kosovës dhe shihemi.